Çfarë ndodh nëse hani kocë çdo ditë? 10 fakte që shumë nuk i dinë. Kosi është një nga ushqimet më të konsumuara. Sipas ekspertëve, ai do të ofrojë një sër vlerash të rëndësishme për trupin. Sipas tyre, këto janë përfitimet që do të merrni nga konsumi i tij. Kosi përmban një raport të lartë të Lactobacillus, bakterie që ndihmojnë në funksionet e tretjes, imunitetit dhe përthithjes së elementeve ushqyes. Kosi është një produkt fermentimi. Ai përmban sasi të larta të proteinës. Këshillohet të konsumohet nga personat që nuk kanë intolerancë ndaj laktozës. Kosi përmban vitaminën D dhe vitaminën B12. Këshillohet të konsumohet pas marrjes antibiotikëve. Nëse kombinohet me drithra të papërpunuara, atëherë kosi do të ofrojë një racion më të mirë për të ndjerë të ngopur. Këshillohet më mirë të konsumohet kos të skremuar 1 deri në 2% yndyrë dhe gjithashtu. Kosi që ofrohet në supermarkete nuk është një zgjidhje e mirë krahasuar me atë të përgatitur vetë në shtëpi.